Florian Binaj do të jetë kandidati që mbështetet nga Partia Demokratike për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, u shpreh se Binaj është një artist që mbron kauzat e qytetarëve. Grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Berisha fton qytetarët ta mbështesin Binajin si kandidatin që i bën nder çdo qytetari dhe kryeqytetit të vendit. Qytetarët të mbështesin këtë kandidaturë si kandidaturë që i bën nder çdo qytetari dhe kryeqytetit të vendit.